Bëni kujdes, këto ushqime po ju shkaktojnë gazra dhe fryrje. Ushqimet e pasura me fibra mund të shkaktojnë gazra, pothuajse çdo lloj ushqimi që përmban karbohidrate mund të prodhojë gaz. Disa ushqime të zakonshme me fibra të larta që shkaktojnë gaz të tepërt përfshijnë fasulet, produktet me dritra integrale si dritrat, buka dhe makaronat, produktet me krunde si bollgur dhe krundet e tërshërës, perimet veçanërisht shpargu, brokoli, lakrat e Brukselit dhe lakra, frutat veçanërisht të darda, mango dhe moll. Mirëpo, ju duhet që të pini sa më shumë ujë gjatë ditës në mënyrë që të shmangni gazrat, qëndroni të hidratuar dhe pini lëngje. Gjithashtu, kujdes që të mos hani shpejt, pasi kur hani shpejt ju gëlltisni shumë ajër dhe kjo mund të çojë në gazra të tepërt. Gjithashtu mbani dhe një ditar ushqimor dhe gjurmoni se cilat ushqime ju shkaktojnë gazra dhe fryrje.